Të nderuar shikues, mirë se vini në një tjetër edicion të emisionit Zoom. Në skenën politike të Maqedonisë së Veriut, zhvillimet nuk kanë të ndalur. Dalja Arben Taravarit nga koalicioni qeverisës ka shkaktuar reagime të forta dhe akuzat për aleanca të fshehta me BDI-n nuk kanë munguar. Apo i bashkohet Taravari Frontit Evropian, apo përgatitet që të forcojë lëvizjen e tij politike. Nga ana tjetër, partitë e koalicionit Vlen pretendojnë se shumica parlamentare do të zgjerohet, ndërsa theksojnë se atyre do të bashkohen parti apo individ nga opozita, apo rrezikohet Fronti Evropian. Këto dhe shumë pyetje të tjera do t'ja parashtrojmë dhe do t'i diskutojmë me sekretarin e përgjithshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim, Faton Ahmeti. Zoti Ahmeti, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Zoom. Faleminderit, përshëndetje, mirë se u gjeta. Atëherë, siç thash, shohim se në qeveri kemi zhvillime të reja. Arben Taravarit u largua nga qeveria, partitë në pushtet vazhdimisht e akuzojnë se po bashkëpunon atë me BDI-n. Sa ka të vërteta në këta, po i bashkohet Taravari Frontit Evropian apo jo? Unë do kisha dasht, Ersan, nëse më lejohet bëj një retrospektiv rreth asaj se çka ka ndodhur në këtë periudhën që e lam pas, gjatë thuajse një vitit kaluar. Jemi dëshmitar se si formacioni politik Vlen u bë pjesë e pushtetit pa legitimitetin e popullit shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut dhe konsideroj që piknisja e gjitha problemeve fillon pikërisht nga ai momenti ku u themelu qeveri pa legitimitet etnik shqiptar, me thënë vetëm me legitimitet monoetnik, filloi devalvimi i të arriturave që kishin siglën shqiptare në këtë vend, filloi fillimisht me devalvimin apo me shfuqizimin e balansuesit një mekanizëm i cili siguronte përfaqësim të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve dhe të etniteteve tjera në vend. Eskaloi kjo situatë me tentativën nga gjykata kushtetuese për të shfuqizuar ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe dhe të arrijmë drejt tek momentet e fundit ku, siç e konsideruat edhe ju, braktisjen e zotit Taravari apo aleancës për shqiptarët të kësaj qeverie. Ne përshëndesim këtë hap të guximshëm të zotit Taravari. I kemi ndjek zhvillimet edhe preskonferencën e mbrëmshme pas asaj mbledhje të kryesisë qendrore, ku elaboroi se cilat janë shkaqet dhe po t'i kthehesh asaj preskonference, ju e shihni që të gjitha këto probleme që unë sot këtu i përmenda dhe që ne si Bashkim Demokratik për Integrim bashkë me kryetarin tonë, zotin Ali Ahmeti, gjatë periudhës së kaluar i kemi përmend dhe i kemi diskutuar bashkë me antarësi, bashkë me popullin në çdo paraqitje tonë. Zoti Taravari në preskonferencë e citoi përmendi heqjen e balansuesit, përmendi devalvimin, denigrimin e çështjeve shqiptare në vend, përmendi punësimin, anashkalimin e punësimit të shqiptarëve në vend dhe definitivisht do të thoja që ky është një hap i guximshëm dhe t'i kthehet popullit, t'i kthehet aty ku merret, ku kërkohet verdikti për të pasur si këto çështje zgjidhen në të ardhmen. Po vetëm edhe një herë do ta përsëris pyetjen, apo bashkëpunon Taravari me juve në këtë aspekt? Zoti Taravari gjitha çështjet i ka diskutuar haptas në publik, çka ka pas për të thënë, ka pas komunikime mes subjekteve politike, normal që ka kanale. Normal që ka kanale komunikimi, po atë që e ka thënë haptas edhe publikisht është që si parti politike do të garoj e vetme, me lista të vetme në kuadër të zgjedhjeve lokale. Ngel gjatë periudhës së ardhshme të shohim se cilët mund të jenë mënyrat, cilat mund të jenë mundësitë e bashkëpunimit të mundshëm. Mirë po tani për tani. Tregoni ju të gatshëm për bashkëpunim me Taravarin në zgjedhjet lokale? Ne jemi të gatshëm për bashkëpunim, pasi që me vetë momentin e lëshimit të kësaj qeverie pa legitimitet etnik, të kësaj qeverie që punon kundër interesit shqiptar në vend, mundësitë e bashkëpunimit janë të hapura dhe duhet parë se si mund të arrihet një i tillë. Po në këtë moment nuk ka diçka konkrete.
Si thash, Taravari akuzohet se praktisi qeverin për t'i shërbyer BDI-s, e në këtë rast ju akuzojni për përçarës. Cili është roli BDI-s në këtë përçarje që ndodhi në Vlen? Mendoj që zoti Taravari ka arritur që ta perceptoj dhe ta kap momentin e devalvimit të çështjeve shqiptare, përsëri kthehem në atë pikë, dhe e ka braktis koalicionin të cilin e ndërtuan një vit më parë, me shpresën që do sjellin ndryshimin, ku edhe vetë pohon që ai ndryshim nuk është ai që cilin e kanë prit. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka as pak rol në funksionimin e brendshëm të tyre. Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Fronti Evropian gjatë kësaj periudhe kanë qenë të fokusuar në zbulimin, në zbardhjen e çështjeve ku synohet prekja e çështjeve shqiptare në vend, por gjithashtu gjatë tërkohës kemi qenë të fokusuar edhe në takime me antarësinë tonë, takime me aktivin politik të Bashkimit Demokratik për Integrim. Kemi organizuar cikël të mbledhjeve të hapura me popullin, dhe këto çështje të cilët ne i diskutojmë sonte këtu janë diskutuar hapur mes antarësisë, mes votuesve, mes mbështetësve, mes popullit si shqetësime, të cilat i tangojnë shqiptarët dhe jo vetëm Bashkimin Demokratik për Integrim. Si mendoni se do të ndikojnë këto zhvillime të reja në qeveri, në shumicën parlamentare? Unë mendoj që pas kësaj lëvizje, pas deklarimit hapur që zoti Taravari e lëshon qeverinë, nëse nuk gabohem me numra, vetëm 9 deputet ngelin si përfaqësues të shqiptarëve në atë qeveri, ndërsa në anën tjetër zhvendosen diku 23. Me thonë vetëm 9 do kesh në qeveri, të tjera do jenë në opozit. Dhe gjithë opinioni është i vetëdijshëm dhe është koshient se sa mund të përfaqësojnë ato që edhe me 14 nuk e kishin legitimitetin, e lërë më të pretendojnë tash me vetëm 9 mandate të kenë legitimitetin për qeverisë si përfaqësues të popullit shqiptar. Ato mund qeverisin si të zgjedhurit e partnerit më të madh, po jo si përfaqësues shqiptarëve. Megjithatë, eksponent të Vlenit theksojnë se ditëve në vijim do të rritet shumica parlamentare, përmendin edhe transfere nga opozita, nga Fronti Evropian. Sa i keni të sigurt partnerët e koalicionit, zoti Ahmeti? Përsëri do më lejosh bëj një retrospektiv. Fillon nga 8 maj e këndej. Bëhemi pjesë e qeverisë, të thonat e Vlenit. Fillojmë me 14 mandate dhe tash do të ketë vërshim i deputetëve nga Fronti Evropian drejt qeverisë. Do të bashkangjiten 1, do të bashkangjiten 2, erdhën 3, do të vinë edhe 4 tjerë. Kjo shumicë parlamentare do të rritet, do e kaloj 80-ën. Dhe tash, thuajse 10 muaj, i afrohemi vitit, e pam se asgjë nga kjo nuk ndodhi. Fronti Evropian vazhdoi të jetë në opozit, asnjë deputet i kësaj përbërje nuk ju bashkua pjesës së qeverisë, nuk u bë pjesë e ekzekutivit, dhe të njëjta janë edhe shpekulimet në këtë moment. Mendoj që e kanë për qëllimet veta, ndoshta për të qetësu ose për të dhënë një shpresë të rrejshme tek aktivi i vet se nuk është të ndodh thuajse asgjë, me thënë gjithçka është relative, po gjatë periudhës që vijon, brenda ditëve, javëve do të shihni që asgjë nga ajo që propagojnë dhe proklamojnë nuk do të jetë e vërtetë. Po kur jemi këtu, kryetari i Partisë Demokratike Turke, Bejxhan Ilias, në një deklaratë dhënë për një medium, ka thënë se është i gatshëm të negociojë për qeveri, por me kryeministrin. Zoti Ilias deri në këtë moment është pjesë e Frontit Evropian. Ne kemi komunikim si me zotin Ilias, ashtu edhe me të gjitha partitë dhe liderët e partive të cilët janë pjesë e Frontit. Kemi komunikime të rregullta, kemi koordinime dhe sinkronizime të aktiviteteve në formë të rregullt, dhe asgjë deri tash nuk është konkrete, më tepër ngelim në suazat të shpekulimeve dhe ideve se kjo shumicë do të rritet, duke tentuar që të relativizojnë pjesëmarrjen apo largimin e Aleancës për shqiptarët nga qeveria. Zoti Ahmeti, e dim që këtë vit kemi zgjedhje lokale. Si do shkoni zgjedhje lokale? Do shkoni si Front Evropian
apo do shkoni ndara si parti politike të veçanta? Ju keni pasur edhe një takim me kryetarin e Aleancës për shqiptarët Zjadin Sejla. Çka është diskutuar në atë takim? Fillimisht për sa u përket zgjedhjeve lokale, ne konsiderojmë dhe disa herë kemi bërë thirrje që së bashku me zgjedhjet lokale do të ishte më e pranueshme, do të ishte më e realt që të organizohen edhe zgjedhje parlamentare. Ka arsyetime si politike, po ashtu ka edhe të aspektit financiar. Nëse organizohen zgjedhje lokale bashkë me parlamentarët në këtë vit, në vitin 2025, pastaj mbas 4 viteve do të ketë 3 cikle zgjedhore në një. Do të jenë edhe lokalet, parlamentarët, po ashtu edhe zgjedhjet presidenciale, dhe mendojmë që shteti kursen mjete financiare të cilët mund të shfrytëzohen në projekte të caktuara. Mirë po, ka edhe një spjegim politik kjo mënyrë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, pasi që jepet një mundësi qeverisë që të dalë nga kjo situatë të cilën e krijuan me krijimin e qeverisë pa legjitimitet etnik shqiptar, dhe do të ishte një situatë më korekte ndaj qytetarëve të vendit e në veçanti shqiptarëve. Përsa i përket zgjedhjeve lokale, jemi në diskutime sipër në kuadër të frontit evropian, jemi në momentin e matjes opcioneve, cilët do të ishin opcione më të mira, të analizave të brendshme, brenda partijake, brenda koalicionit, dhe në momentin që të kemi një finalizim të diskutimeve, patjetër që do të dalim publikisht dhe do të sqarojmë se si është marrë vendimi dhe cilat hapa do të ndjeken drejt mbajtjes së zgjedhjeve. Me zotin Sejla, çfarë është diskutuar në takimin e disa ditëve më parë në selin tuaj në Reqicë të vogël? Është diskutuar edhe kjo pjesë e diskutimit? A ka qenë bashkëpunimi eventual me Taravarin? Me zotin Sejla, a është një gjë e pranueshme nga ai? Me zotin Sejla, kryetari Ahmeti ka takime të shpeshta, koordinohen si 2 kryetarë, si 2 lider të partive politike, dhe edhe atë ditë në selinë e BDI-s ka qenë një takim më i zgjeruar mes të 2 ekipeve, nën kryetar, sekretar, antar kryesie të caktuar, dhe kemi pas një diskutim konstruktiv, një diskutim se si duhet të paraqitemi më mirë, si të fokusohemi te çështjet madhore, si të mbrohet interesi shqiptar në vend, dhe janë diskutuar edhe modalitetet dhe mundësitë se si duhet të dalim më mirë për të paraqitur dhe për të konkuruar në kuadër të zgjedhjeve lokale. Të gjitha janë pjesë e diskutimeve, pjesë e bisedimeve. Duhet kemi parasysh që Fronti Evropian është krijuar një vit më parë, një cikël zgjedhor është kaluar bashkë me Aleancën për shqiptarët dhe partitë tjera të cilat janë pjesë e Frontit Evropian, është bërë sinkronizim, koordinim me strukturave dhe çështjet cilat janë me interes kombëtar, po në këtë rast edhe çështjet të cilat kanë të bëjnë me lokalitete, me komuna të caktuara, bisedohen edhe në kuadër të antarësisë, në kuadër të antarëve të degëve, të kryesive të degëve, kështu që kemi një sinkronizim të plot përsa i përket zgjedhjes dhe gjetjes modalitetit më të mirë se si të paraqitemi në zgjedhjet e ardhshme. Po spekulohet, po aludohet në opinion që do shkonin në zgjedhje lokale në bashkëpunim me Aleancën për shqiptarët të Zjadin Sejlës dhe me Aleancën për shqiptarët të Arben Taravarit. Tani, a do të thotë kjo që BDI po kërkon shpëtimin të këto parti, siç edhe i keni kritikat nga oponentët tuaj politik? BDI në të gjitha matjet, jeni dëshmitar si ju ashtu edhe opinioni, është partia politike më e madhe shqiptare në vend. Dhe BDI në gjitha anketat që i bëjmë, vetë është më shumë se komplet vleni bashkë. Pa mos ndodh përçarja dhe pa mos ndodh përplasja në kuadër të vlenit. Ajo që e ka karakterizuar Bashkimin Demokratik për Integrim nga themelimi deri më sot është konzistenca dhe fokusi në çështjet të cilat janë primare dhe jetike për interesin e shqiptarëve në këtë vend. BDI gjithmonë ka qenë fokusuar në çështjet madhore me interes kombëtar në kuadër të shtetit. BDI e themeloi Frontin Evropian dhe u paraqit në zgjedhje parlamentare vitin e kaluar me moton kryesore jo Rusisë, po Europës. Dhe nuk u bë pjesë e qeverisë,
çështja e eurointegrimit është bllokuar tërësisht. Nuk kemi asnjë lëvizje minimale për sa i përket integrimit të vendit në BE. BDI tenton dhe do tentoj të krijoj një front sa më të madh për të thënë stop kësaj që ndodh me devalvimin e çështjeve shqiptare në vend. BDI është mjaftueshëm e sigurt në strukturën e vet, është mjaftueshëm e fuqishme që të paraqitet në zgjedhje kur do herë që ato mbahen, mirëpo krijimi i një fronti sa më të madh është një garancë plus për popullatën shqiptare në vend se do t'i thuhet stop tregtimit dhe stop luajtjes me çështjet shqiptare në vend. A është e vërtetë që i keni ndarë komunat me zoti Selën dhe me zoti Taravarin? Jo, as pak. Nuk është arrit deri në atë fazë të diskutimit apo të ndarjes të komunave të caktuara, po është bisedu për principet, është bisedu për mënyrën e funksionimit, është bisedu për se si të paraqitemi më mirë, fokusit e çështjet primare, kombëtare, e pastaj vinë në rend çështjet për sa i përket numrave dhe kombinatorikave. Po përveç me partitë shqiptare, si është komunikimi juaj me partitë etnive tjera, me partitë maqedonase, apo konkretisht me ish partnerët tuaj të koalicionit me Lidhjen Social-Demokrate të Maqedonisë? Në këtë fazë nuk ka pas ndonjë komunikim ta thuash intenziv. Mendoj që më tepër komunikimet bëhen në kuadër të kuvendit, aty ku deputetët janë prezent, në kuadër të grupeve të punës, në kuadër të koordinimeve që i kanë me kryetarin e kuvendit e kështu me radhë, ndoshta ndonjë komunikim specifik ndërpartijak nuk ka pasur gjatë kësaj periudhe. A keni biseduar në lidhje me emrat e kandidatëve për zgjedhje lokale? A ka diçka definitive në këtë aspekt? Jo. Të gjitha çështjet janë që diskutohen në kuadër të organeve partijake, në kuadër të kryesisë partisë, në kuadër të degëve, dhe gjitha analizat bëhen fillimisht në kuadër të partisë. Në cilat komuna prisni që të keni një garë më të fortë? Ne do të paraqitemi si në të gjitha komunat ku kemi menaxhuar të kalumen, ku menaxhojmë tash dihet me numër 16 deri 17 komuna që janë menaxhuar nga shqiptarët, dhe varësisht prej specifikave të vendbanimit të kandidatit, është herët për të thënë se cila komunë çfarë epilogu dhe cila komunë çfarë gare do të ketë, varet prej kandidatit, varet prej listës, varet prej mënyrës funksionimit që do krijohet në kuadër të çdo dege. Nuk janë si zgjedhjet lokale, nuk janë si zgjedhjet e përgjithshme, kanë më tepër specifika lokale, më tepër faktor lokal vinë në shprehje kur organizohen zgjedhje lokale, dhe mendoj që këto çështje do të jenë më lehtë të diskutueshme, më lehtë për të trajtuar në momentin që ti kemi kandidaturat e fiksuara dhe të dimë se në cilën komunë si është përballja. Ne jemi koshient që ka disa komuna në Maqedoninë të Veriut që kërkojnë unifikim të faktorit politik shqiptar, një ndërto është edhe komuna e Kërçovës, pra pa një unifikim të gjithë partive politike shqiptare, vështirë që një kandidat shqiptar do kishte fituar. Është edhe komuna e Çashkës, nëse s'ka boj Bërvenicës, gjithashtu. Si planifikoni të garoni këto komuna? A do kërkoni unifikim të partive politike shqiptare në këtë rast edhe të partive të cilat janë në pushtet? Në kuadër të komunës Kërçovës, në të kalumen është parë që gara në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale ka qenë garë ndëretnike, një kandidat shqiptar, një kandidat maqedonas, dhe mendoj që ne si BDI nga viti 2013 këndej kemi arrit që të menaxhojmë dhe ta fitojmë atë komunë në të gjitha ciklet zgjedhore kur kemi ngaru. Në komunën e Çashkës, edhe pse shqiptarët janë shumicë, momentalisht nuk e menaxhojmë atë si komunë, me një diferencë shumë të vogël. Në vitin 2021 nuk arritëm që ta fitojmë si komunë. E njëjta gjë ndodhi në komunën e Bërvenicës. Ne jemi të interesuar që në komunat ku ka potencial të fitohet nga një kandidat shqiptar, patjetër që të unifikohen vota, mos përçohet vota dhe të arrijmë që të menaxhohet nga kuadri shqiptar. A ka rrezik që të humbet Kërçova? Jo. Jeni të sigurt? Komunën e Kërçovës në çdo cikël zgjedhor
e kemi fituar si Bashkim Demokratik për Integrim me mbështetjen e shqiptarëve, me mbështetjen e koshovarëve, po edhe të diasporës kosovare, të cilët kanë qenë më se të interesuar që mos të lejohet të vendohet në rrezik dhe të jeni të sigurt që të njëjtën gjë e bëjmë përsëri. E kemi parë ditëve të fundit një fotografi në rrjetet sociale ku shkruan bashkë me ngjyra kuqezi, e cila është shpërndar nga anëtarë dhe simpatizues të Bashkimit Demokratik për Integrim. Çfarë do të thotë kjo? Planifikoni diçka? Pasi e kemi parasysh edhe para fushatës së zgjedhjeve lokale të paraprake kishin fotografi të tilla, po pastaj dolet me agjendën e gjelbër, tani dilni me ngjyra kuqezi, ngjyra kombëtare. Në kuadër të partisë kemi mbajt shumë takime me popullin, kemi pas shumë paraqitje në publik dhe kemi përdor dizajne të ndryshme për sa i përket skenës, për sa i përket panos të cilën e kemi përdor. Një nga ato opcione ka qenë edhe shfrytëzimi i kësaj panoje që padyshim janë ngjyrat kombëtare tonat dhe asgjë të keqe nuk e gjen as vendin as kënd nëse ne përdorim një pano që ka motive kombëtare në këtë rast. Për shkak se është aluduar në opinion që BDI po i kthehet nacionalizmi, ka pas kritika nga pala Maqedonia. BDI në asnjë moment nuk i kthehet nacionalizmit. BDI të gjithë kapacitetin e vet intelektual, strukturor, si të partisë ashtu edhe të kryetarit, e ka vendosur në funksion të implementimit të marrëveshjes së Ohrit, të mbarvajtjes së marrëdhënieve të mira ndëretnike dhe nuk buron nga BDI asnjë keqe që mund t'i shkaktohet shtetit. Është pikërisht pala tjetër e cila luan me çështjet ndëretnike dhe hap plak të cilat ne i konsiderojmë një herë përgjithmonë janë të mbyllura, siç është rasti me ligjin për përdorimin e gjuhëve, dhe as pak nuk mund të vërtetohet dhe nuk mund të thuhet që BDI është ai triggeri që mund të krijojë përplasje apo probleme të caktuara ndëretnike. Faji dhe triggeri është komplet dikun tjetër. Zoti Ahmeti, ju përderisa ishit në pushtet, keni thënë, e thatë edhe tani që temat etnike kanë përfunduar, në fakt që marrëveshja e Ohrit është implementuar tërësisht, ka gjetur realizimin, ndërsa tani prej se jeni në opozitë, vazhdimisht kritikat e juaja janë në drejtim se po degradohen shqiptarët, po degradohet pozita e shqiptarëve në Maqedoni të Veriut. Nëse është kështu, pra nëse vërtet ndodh një degradim i pozitës shqiptarëve në Maqedoni të Veriut, a nuk është kjo edhe një përgjegjësi e juaja, pasi vazhdimisht na keni thënë që çështjet etnike kanë mbaruar, por siç duket nuk ka qenë kështu. BDI e gjeti shtetin në vitin 2002 me 0.2% shqiptar në kuadër të institucioneve shtetërore. Me një periudhë 2006-2008 kur nuk ka qenë pjesë e pushtetit dhe pas 2008 e këndej, BDI e la shtetin me kryeministër shqiptar. E la shtetin me ministër të jashtëm shqiptar, e la shtetin me ministër të financave shqiptar, me ministër drejtësisë shqiptar, e mos i numëroj pozicione tjera. A nuk ju duket devalvim që të bëhet dikush pjesë e qeverisë dhe mos ketë asnjë digaster, asnjë ministri për sa i përket sistemit politik të shtetit? Është hera e parë që shqiptarët përfaqësohen në këtë nivel. Dhe a nuk është me drejt konstatimi që po devalvohet çështja shqiptare në vend? Po preket përfaqësimi i drejtë? Përfaqësimi i drejtë nuk është vetëm përfaqësimi i shqiptarëve nëpër institucione. Si të punësuar në administratë në pozicione pune, profesionale apo udhëhecë. Përfaqësimi i drejtë fillon edhe prej top leadershipit shtetit. Shqiptarët në këtë mandat janë më spaku të përfaqësuar se çdo herë tjetër. Dhe neve si Bashkim Demokratik për Integrim na bie për hise të alarmojmë dhe të reagojmë se bëhet shkelje e vullnetit të shqiptarëve dhe shqiptarët nuk janë të përfaqësuar në këtë shtet me aq sa duhet të jenë. Çështjet që buronin nga marrëveshja e Ohrit, ligji për përdorimin e gjuhës, zyrtarizimi i gjuhës shqipe, janë çështje normative, ligjore, dhe me këtë ne konstatuam që pjesa normative, pjesa ligjore e marrëveshjes së Ohrit u mbyll. Po për tani po hapen preken.
Domethënë nuk ka qenë zgjidhur në mënyrë adekuate, që mos të preken e të ardhmen. Kushdo që vjen në qeveri. Pikërisht në mënyrë adekuate kanë qenë. Është ligj i cili thirret në kushtetutën e vendit, i cili garanton zyrtarizim të gjuhës shqipe në kuadër të institucioneve shtetërore. Garanton zyrtarizimin e gjuhës shqipe në shtetin tonë. Mirëpo, tentativat e partive politike maqedonase janë që këto çështje t'i kthejnë në pikën 0 dhe t'i kthejnë në pikën e para vitit 2001. Po ajo nuk i shërben askujt në këtë shtet. Ky shtet nuk mund të funksionojë nëse rishtazi rihapen çështjet të cilat kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndëretnike në vend. Si shqiptar, maqedonët, turqit, të gjitha bashkësitë tjera etnike duhet të jenë të pajtimit që marrëveshja e Ohrit është një marrëveshje kompromisi, e cila është arritur në vitin 2001, e ka ndalë luftën e vitit 2001, ka garantuar të drejta si për shqiptarët, ashtu edhe për bashkësitë tjera etnike më të vogla. Këto janë çështje të absolvuara. Tash të gjitha bashkësitë etnike në vend duhet të investohen, të respektohen vlerat e marrëveshjes së Ohrit dhe shteti të ecë përpara drejt eurointegrimeve, të bëhet pjesë e familjes së madhe të Bashkimit Evropian dhe si qytetar të gjithë bashkë të punojmë për standard më të mirë, të punojmë për cilësi jete më të mirë, për arsim më të mirë, për shëndetësi më të mirë. Askujt nuk i shërben rihapja e çështjeve të cilat kanë sigël etnike. Nuk preket me gjuhën shqipe. Nuk është korrekte, nuk e shpihen vendin askund në asnjë drejtim pozitiv, nëse ka tentativë për ta prek dhe për ta ndryshuar ligjin për gjuhën shqipe. Bashkëqytetarët tanë maqedonas duhet ta respektojnë gjuhën shqipe. Si ne që kemi respekt për gjuhën maqedonase, po ashtu edhe ata duhet të kenë respekt për gjuhën shqipe, dhe asgjë e keqe nuk i gjen që gjuha shqipe do të jetë në përdorim zyrtar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Si që asgjë të keqe nuk e gjen Zvicrën, ku ka 4 gjuhë zyrtare në kuadër të shtetit të njëjtë. Pse Zvicra është modeli i mirë i funksionimit? Pasi që bashkësitë etnike të cilët jetojnë në kuadër shtetit respektojnë njëri me tjetrin. Pse mos e bëjmë ne të njëjtën këtu? Pse ne duhet rishtazit merremi me përplasje ndëretnike, të mohojmë drejtat e një bashkësie etnike, e të pretendojmë se nuk pas kanë drejt të përdorin gjuhë, e nuk pas kanë drejt të jenë të përfaqësuar nëpër institucione, e nuk pas kanë drejt të kenë pozicione kyçe drejtuese në shtet, e do vijë një formacion politik që shtetin do ja u kthej maqedonasve. Pse ku ishte shteti? Ne nuk kemi përshtypje se shtetin e mori dikush. Nëse ke pas një shqiptar kryeministër të vendit, ajo shtetas i këtij vendit, ai shërben këtij vendit. Talat Xhaferi, kryeministri i parë shqiptar, nuk ka shtet dytë rezervë. Është banor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, lindë rrit këtu, nuk është i ardhur prej askund. Çfarë e keqe i gjeti shtetin që 7 vite menaxhoi me kuvendin në mënyrën më të mirë të mundshme? Ai ka qenë pasqyrë e shtetit, tu e përfaqësuar shtetin, ka përfaqësuar të gjitha bashkësitë etnike të cilat jetojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dhe një herë për gjithmonë duhet fillojmë të gjithë që jetojmë në këtë vend, këto t'i shohim si vlera dhe këto t'i shohim si mundësi që na hapin perspektivë për të ecur përpara. E jo t'i shohim si pengesë për shku pas. Zoti Ahmet, ju realisht gjatë qeverisë së kaluar keni pasur një situatë pak më komode në aspekt edhe të numrave të deputetëve dhe keni thënë keni mundur edhe kushtozoni nëse mund ta them kështu më lehtë partnerin tuaj të koalicionit. Përse atëherë nuk u zgjidhen disa çështje komplekse për shqiptarët, siç është emërtimi 20% për gjuhën shqipe? Ne gjatë mandatit të kaluar dolëm si fitues në kampin politik shqiptar dhe si moto të fushatës apo si pikë kryesore kemi pas kryeministrin e parë shqiptar. Dhe patjetër që ajo u realizua por në kuadër të një marrëveshje politike, në kuadër të koalicionimit dhe jo si tentativë për të kushzuar ose për të krijuar rrethana të tilla në kuadër të bashkëpunimit. Asnjëherë s'ka funksionuar BDI me kushzime, po gjithherë ka bashkëpunuar me partnerët e koalicionit dhe ka krijuar mundësi, ka krijuar rrethana të cilat i kanë ndihmuar avansimit të proceseve shqiptare në vend. 20% që është një kompromis i kohës,
që është bë në atë kohë, dhe 20% nuk e dëmton substancën, nuk e dëmton thelbin asaj që është shqiptare në kushtetutë. Thuhet gjua që flasim më tepër se 20% është gjithashtu gjuhë zyrtare, e merr ligjin për gjuhën shqipe, thot gjua që flasin me 20% e precizon se bëhet fjalë për gjuhën shqipe dhe automatikisht gjuhën shqipe e ke gjuhë zyrtare në kuadër është një term ofendues për shqiptarët. Po të emërtohen me përqindje, unë nuk besoj që ka ndonjë popull që emërtohet me përqindje. Mund t'i lehet rastit kur të hapet kushtetuta, kur diskutohen modalitetet ndryshme, që edhe ajo njerë tjetë, ndoshta me një moment tjetë pjesë e diskutimeve, po emërtimi nuk e ka dëmtu esencën. Do me thonë, me atë emërtim 20% ke prodhu liq për përdorimin e gjuhës shqipe, që po ta lezosh titullin është i qartë se bëhet fjalë për ligjin për gjuhën shqipe. Është i specifikuar. Zoti Ahmeti, si përgjigjen e akuzave, se këto pyetje ja bëra për shkak se ka akuza të shumta në drejtim tuaj se BDI ka shërbyer më shumë si një parti e pushtetit, se do pushtetjen dhe jo se paraqitet si një mbrojtëse e interesave kombëtare shqiptare. BDI në asnjë rast, në asnjë moment nuk është bërë pjesë e pushtetit në kuadër të pazareve të caktuara politike. BDI ka garuar zgjedhje, ka marrë votën shqiptare, ka marrë verdiktin, ka marrë legitimitetin dhe është bërë bartëse e proceseve. BDI-n në pushtet e ka delegu votuesi. BDI asnjëherë nuk është bërë pjesë e konjunkturave të caktuara dhe asnjëherë nuk është bërë pjesë e partneriteteve strategjike. Unë do jem pjesë e pushtetit, po të fitoj partnerim strategjik. Asnjëherë BDI nuk ka vepruar në atë formë dhe në gjitha rastet ka përfaqësuar interesin shqiptar dhe të gjitha përpjekjet i ka pas për të çuar proceset shqiptare në vend, përpara. Proceset shqiptare përpara. Dhe tash e kemi situatën ku e ke një formacion politik pa legitimitet dhe i shohim se çka ndodh me çështjen shqiptare në vend. Po devalvohet gjithçka. Gjithçka që ka pas sigal etnike dhe gjithçka që është arrit me shumë mund, me sakrificë, e që buron nga marrëveshja e Ohrit, ka pas tentativ për të shënuar regres. Çdo herë kur keni lëshuar akuza dhe kritika për devalvimin, degradimin e pozitës shqiptare në Maqedoninë të Veriut, çdo herë keni alarmuar edhe faktorin ndërkombëtar, keni kërkuar ndërhyrje nga faktori ndërkombëtar, por cili është feedbacku i tyre, pasi realisht nuk shohim që ka ndonjë qëndrim të tyre në lidhje me akuzat e juaja. BDI është në komunikim të vazhdueshëm me faktorin ndërkombëtar, si me shtetet të caktuara, të veçanta, po ashtu edhe me misionin e BE-s në vend, është në kontakte të vazhdueshme edhe me faktorë tjerë të rëndësishëm të faktorit ndërkombëtar. Ato i dëgjojnë shqetësimet tona me seriozitetin maksimal, i dëgjojnë elaborimet tona me seriozitetin maksimal dhe konsiderojmë që krijohen hapësira, krijohen kushtet që të binden që Bashkimi Demokratik për Integrim alarmon me të vërtet për çështje kruciale dhe për çështje të cilat kanë interes shtetin, kanë interes mbarvajtjen e proceseve demokratike në shtet dhe çështje të cilat sigurojnë funksionimin e një shteti multietnik, siç Maqedonia pretendon të jetë, Maqedonia e Veriut. Në kaluarën jeni parë si parti që gëzon raporte të mira me ndërkombëtarët, por ka ndryshuar ky raport viteve të fundit, raporti me SHBA-t dhe me Bashkimin Evropian të BDI-s, marr parasysh edhe kyçjen e disa individëve të caktuar nga partia juaj në listën e zezë amerikane. Ne konsiderojmë që Bashkimi Demokratik për Integrim jo veç viteve të fundit, po nga viti 2002, që nga themelimi e këndej, ka qenë partneri kryesor strategjik i faktorit ndërkombëtar në shtetin tonë, dhe nuk konsiderojmë që ka ndonjë lëndim apo ndonjë zhvendosje të këtyre ekuilibrave përsa i përket raporteve. Ne jemi të fokusuar dhe konzistent në implementimin e platformës tonë politike dhe kështu do të vazhdojmë. Dëshiroj të dalë tani në një çështje tjetër. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, zoti Ali Ahmeti, ka paralajmëruar protesta nëse vazhdon ky lloj
zgjidhoi vendim për ish ministrin e ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Kjo deklarat e zotit Ahmeti ka shkaktuar edhe reagimet shumëta në opinion. Po a bëj një pyetje direkte, a mendoni të shkaktoni trazira dhe bllokim të institucioneve? Rasti i Koçanit është tragedia më e madhe që i ka ndodhur shtetit tonë, ku humbën aq shumë jetë trish në kuadër të asaj diskoteke, të atij zjarrit, asaj tragedie. Dhe në vend që shteti të merret me sanimin e asaj situate, të bashkëngjej me familjet e viktimave, ato u hodhën në gjë ndaj politikanëve shqiptarë, në këtë rast të BDI-s, ku gjithkush ishte përgjegjës për atë çka ka ndodhur, veç këto aktualet jo. Duke u thirrë në atë se jemi qeveri e re, dhe ne nuk kemi përgjegjësi për atë çka ka ndodhur. Kreshnik Bekteshi mbahet në paraburgim. Bekim Maksuti, ish drejtori, mbahet në paraburgim për këtë rast. Dhe mbahen në paraburgim pa asnjë faj, pa asnjë pikë lidhse me atë çka ka ndodhur në Koçan. Po ti keni ndjek reagimet e prindve kur kanë protestuar si në Koçan, po ashtu edhe në Shkup, ato prind e din ku është faj. Ato prind e din ato prind ku është faj. Ato hapni edhe shifni incizimet, hapni edhe shifni prononcimet e tyre. Ato e kanë qartë se kush ka qenë përgjegjës dhe kush ka leju që ajo të ndodhë. Nuk mund të jetë ministri i ekonomisë përgjegjës për një zjarr që ndodh në Koçan, ku pikë pari ajo diskotek ose kabare ose si do që ta qush, nuk ka pas licencë fare të lëshuar nga ai ministër dhe licencën e fundit e ka të falsifikuar. Ke Ministrinë e Punëve të Brendshme urdhëno gjeje kush e ka falsifikuar licencën. Nuk mund Kreshnik Bekteshi për këtij pozicioni sot që është një ish ministër të jetë fajtor për atë që ka ndodhur. Ne bashkëngjejmë me ato prind dhe kemi thënë publikisht që në të ardhmen edhe do i përkrahim në ato protesta. Ne konsiderojmë dhe konstatojmë që këto ish funksionarë tonët mbahen të pafajshëm në paraburgim dhe padyshim që do reagojmë. Nuk mund të lejojmë që të bëhet lojë dhe ta paguajnë koston shqiptarët në këtë shtet për gjithçka që ndodh. Nuk mund të jemi ne fajtor kujdestar për atë që ndodh. Nuk i përjashtoni protestat? As pak. Edhe protestat janë formë që diskutohet në kuadër të strukturës tonë dhe padyshim që nëse vazhdohet me këtë ritëm, padyshim që edhe protestat janë opsion. Dëshiroj të bisedoj tani një çështje tjetër pasi kemi edhe minutazhin e caktuar. Vazhdimisht kërkoni zgjedhje të parakohshme. Pse zgjedhjet e parakohshme parlamentare i shihni si zgjidhje? Për shkak se e dim që VMRO DPMNE gëzon për momentin bazë të sondazheve mban ratingun më të madh të partitë politike maqedonase në vend. Çka nëse bën zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe çka nëse VMRO DPMNE merr sërish këto numra të deputetëve mos më shumë, çfarë do të kishit bërë ju si BDI më tepër? Prap dalim te momenti paraprak që theksova se BDI nuk ka partner strategjik në kuadër të kampit politik maqedon. VMRO DPMNE ne respektojmë si parti politike që e ka marrë verdiktin tek pjesa e vet, ka legitimitetin, ne kontestojmë legitimitetin e partive të cilët pretendojnë ta përfaqësojnë shqiptarin në kuadër të qeverisë. Ne konsiderojmë që zgjedhjet e parakohshme janë një rrugdalje nga ky ngërç politik në cilin gjendemi ne si shtet. Dhe zgjedhjet e parakohshme shtohen si opcion edhe në këtë moment kur zoti Taravari, pjesë atij koalicioni qeverisës, në bashkëqeverisje me VMRO-n, në kuadër të Vlenit, del dhe publikisht thot 70% e shqiptarëve nuk e përkrahin këtë qeveri. Dhe thot se subjekti i këtij politik është 50% i Vlenit dhe ai për shkak të denigrimit të çështjes shqiptare në vend nuk mund të jetë më pjesë e atij koalicioni qeverisës. Ne konsiderojmë që zgjedhjet e parakohshme do ta ndalnin këtë devalvim që po ndodh
dhe do t'i hapnin rrugë mundësisë të bashkëpunimit, të krijimit të klimës pozitive për sa i përket pikëpari raporteve ndëretnike në vend. As pak nuk merrem me atë se sa deputet dhe çfarë fuqie politike mund të ketë pala tjetër. Historikisht, po ta shohësh, në të kalumen ka pasur 63 mandate VMRO DPMN. Po është baba bashkëqeverisje. Me rëndësi është ti që pretendon ti jesh pjesë e pushtetit, të kesh legitimitetin e popullatës që ti e përfaqëson. Është shumë lehtë të flasësh dhe shumë lehtë të ndërtosh partneritet nga pozicioni i deleguar i popullatës tënde. Shumë lehtë ka shi partnerit, po është shumë rëndë kur ai të thotë se unë të marr qeveri. Ti ke u zgjedhët. Po unë bëj pjesë qeverisë, se unë jam i madhi. BDI asnjëherë s'ka luajtur në këtë variant dhe BDI botërisht e ka thonë qysh para disa muajsh dhe ju ka bë apel gjitha partive të vlendit të atëhershëm, se tashmë janë lënë. Lëshoni pozicionet, mos lejoni devalvimin e çështjeve shqiptare. BDI nuk bëhet pjesë e kësaj qeverie. Sikur edhe të na lutin gjithë ditën të rinë teselia jonë, nuk bëhemi pjesë e kësaj qeverie antishqiptare, kështu që lëshoni pozicionet dhe krijoni kushte që përsëri verdiktit kthehet tek populli dhe ai të vendos për legitimitetin. Që VMRO DPMN ka pasur raste kur ka pasur edhe 63 mandate dhe ka bashkëqeverisur me BDI-n, po në fakt unë desha këtë pyetje t'ua bëj. A mund të ndodhë një reprizë vitit 2008, ku pas presionit të Bashkimit Demokratik për Integrim kishte zgjedhjet parakohshme parlamentare dhe pas atyre zgjedhjeve u bë një qeveri VMRO DPMN BDI, por në ato mandatet të atyre qeverive, të radhazi që ishin, qeverit dështuan në aspektin e integrimeve euroatlantike, keni parasysh. Qeveria e Gruevskit ishte decide kundër një marrëveshje me Greqinë. Mund të ndodhë përsëri tani një reprizë e tillë, por tani me një faktor tjetër, me një shtet tjetër, me Bullgarinë. Pa dash t'ju vënoj shumë, e konstatoj që ne nuk kemi problem me partinë politike që merr legitimitet tek kampi politik Maqedonas. Ne kërkojmë legitimitet, kërkojmë verdiktin e popullatës shqiptare në vend, si Bashkim Demokratik për Integrim, dhe kur të ulemi në tryezë të bisedimeve të mundshme, të caktuara, ne paraqitemi si palë që e ka legitimitetin e kampit politik shqiptar. Dhe padyshim që një nga pikat kryesore është çbllokimi i procesit eurointegrues të vendit, si ajo marrëveshje që e kishim para zgjedhjeve parlamentare, partitë politike duke filluar nga Alternativa, Aleanca, BDI, Lëvizja Demokratike, të gjitha Lëvizja Besa, të gjitha e nënshkruajtën një non-paper ku deklaruan që nuk bëhen pjesë e një qeverie e cila nuk e çbllokon rrugën eurointegruese të vendit dhe ne jemi përsëri në atë pikë. Për ne imperativ i pazavendësueshëm është eurointegrimi dhe derisa ishim pjesë e pushtetit, nëse ju kujtohet, në momentin që kryetari i VMRO DPMN-s në opozit tha që ne bëhemi pjesë e qeverisë dhe i votojmë ndryshimet kushtetuese, po kemi një kusht. BDI mos jetë pjesë e asaj qeverie, derisa ka qenë ende në preskonferencë ka ardhur përgjigje prej Bashkimit Demokratik për Integrim. Ne i lëshojmë institucionet, japim dorëheqje nga gjitha pozicionet, vetëm urdhëroni dhe votoni ndryshimet kushtetuese ta çbllokojmë rrugën eurointegruese të vendit dhe Maqedonia e Veriut të bëhet pjesë e familjes së madhe europiane, se konsiderojmë që shërbim më të madh vendit se sa t'ja lehtësojmë dhe t'ja mundsojmë rrugën drejt integrimit europian, ne nuk mund t'i bëjmë. Zoti Ahmeti, atëherë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Kënaqësia gjithashtu ishte edhe jona. Atëherë shikues të nderuar, ne këtu po përfundojmë me këtë emision. Unë do t'ju kisha ftuar që në vazhdim të ngeleni me programin tonë për të shijuar spektaklin më të madh muzikor Eurovisionin 2025. Nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.